Temperaturat e larta që kanë përfshirë Shqipërinë sipas Institutit të Gjeoshkencave rrezikojnë zjarre në një pjesë të vendit, kryesisht në zona me pyje. Rrezik më të lartë meteorologët parashikojnë të premten në jug perëndim të qarkut të Shkodrës dhe në verilindje të Fierit, ndërsa në pjesën tjetër të Shkodrës, Lezhës, Durrës dhe Fierit, rreziku për zjarre parashikohet të jetë më i moderuar. Tirana, Elbasani, Berati, Vlora dhe Gjirokastra sipas meteorologëve kanë rrezik më të ulët për të përfshirë nga flakët. Sinoptikanët parashikojnë që vlerat e termometrit të premten të shkojnë deri në 34 gradë. Të larta do të jenë edhe temperaturat minimale, të cilat parashikojnë të arrijnë deri në 22 gradë. Kjo do të bëjë të mos e ndjejnë freskinë e pritur as mëngjeseve dhe mbrëmjeve. Pasditën e së njëjtës dhe të premtes nuk do të mungojnë as rreshjet e shiut. Ato parashikohet të jenë të dobta deri lokalisht mesatare, të shoqëruara me shtrëngata në Shkodër, Kukus, në Dibër, në Elbasan dhe në Korçë. Në pjesën tjetër të territorit nuk përjashtohen rreshje të dobta lokale.